Nxënësit e shkollave fillore disa orë brenda ditës kalojnë me telefonat e mençur, duke lënë pas dore librat. Kështu në një anketë janë përgjigjur 36% nga 703 nxënës të klasave të 4-ta dhe 63% nga 585 nxënës të klasave të 8-ta. Anketa që kishte përfshirë 1288 nxënës të klasave të 4-ta dhe të 8-ta ishte zbatuar nga Instituti për Hulumtime Sociologjike dhe Politiko-Juridike të Universitetit Shën Kirili në Shkup, ku sipas tyre 24% e nxënësve të anketuar e kalojnë gjithë ditën në telefon, që do të thotë jetojnë me celularët. Skena gjithnjë e më shumë po përsëritet. Nxënësi ulur në bank, kok ulur, shikimi fiksuar në ekran, gishti me nervozizëm scrollon përmbajtjet. Vëmendja që moti është transferuar në TikTok, Snapchat dhe në memen që po qarkullon në chatin grupor. Kjo dukuri është bërë aq e përditshme sa që tashmë nuk shkakton befasi. Ka shumë debate dhe përpjekje për t'u prononcuar rreth dukurisë që po i shmangemi vazhdimisht, si duket sot rritja përmes ekranit të telefonave të mençur. Televizioni Koha doli në terren për të konfirmuar të dhënat e lartë përmendura. Por të rinjt dhe të rejat nuk pëlqejnë që të prononcohen para kamerave. Me të moshuarit mbase që kanë një përembesa, nuk e kanë këtë problem, kanë edhe mesazhe mjaft domethënëse. E përdorin shumë, duhet ma pak të përdorin, ma tepër librat të përdorin. Se një ndalish, edhe nama vëjnë ma kollaqet telefonin. Duhet të reduktohet përdorimi i telefoneve nëpër shkolla. Këtë duhet ta bëjnë edhe autoritetet e shkollës, edhe mësuesit, po edhe prindërit, për shkak se nxënësit duke përdorur telefona bëhen më jo social. Duhet nxënësit të shoqërohen si më përpara që ishte në kohët e gjeneratave më të vjetra, për shkak se kujtimet e fëmirisë janë kujtimet më sinqerta dhe ata ngelin gjithmonë në mendjet e tyre. Prandaj edhe mendoj se duhet sa më pak telefonat përdoren në shkolla dhe më shumë të përkushtohen shoqërimit dhe kuptohet mësimi në shkollë. U drejtuam tek disa shkolla fillore në komunën e Tetovës. Në shkollën fillore Kirili dhe Metodi thanë për televizionin Koha se kanë vënë një rregull rreth përdorimit të telefonave të mençur nga nxënësit. Gjithçka duhet të kalojë në marrëveshje me arsimtarët. Dita ditës po hasim në raste nga më të ndryshme sepse ndonjëherë i marrin edhe pa i deklaruar telefonat. Në atë rast, në rast se telefoni nuk është deklaruar dhe nxënësi nuk e ka lënë te vendi i posaçëm, atëherë ne e marrim telefonin si drejtori edhe si shërbim pedagogjik psikologjik, edhe me një herë për gjysmëore e presim prindërin edhe merremi vesh. Në rast se ai vazhdon, atëherë i marrim telefonat, i mendojmë në kasën e shkollës me kusht që t'i marrin në bashkë me dëftesën në muajin qershor. Nxënës me uniforma të kuqe në klasë, të gjithë një lloj. Pamjet vijnë nga shkolla fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Poroj. Atje tashmë disa vite rreptësisht është ndaluar përdorimi i telefonave në ambientet shkollore. Nxënësit që nga viti 2019 në shkollë vinë pa telefon. Domethënë është një rregull që është vendosur bashkërisht me Këshillin e Prindërve, Këshillin e Shkollës dhe Këshillin e Arsimtarëve, rregull e cila zbatohet maksimalisht. Domethënë në shkollën tonë asnjë nxënës nuk vjen me telefona. Dhe është një fenomen jashtëzakonisht pozitiv, domethënë që ekziston në këtë institucion, pra në shkollën tonë, dhe jemi duke mbajtur domethënë shumë në mënyrë perfekte. Scrollojnë, shkruajnë dhe qëndrojnë me orë të tëra. Të rinjt kalojnë në telefona, po aq sa një punëtor në orarin e plot të punës. Instagrami, Facebooku, TikToku po marrin gjithnjë më shumë jehon në përditshmërinë e të rinjve që duken si të robëruar nga rrjetet sociale. Ekspozohen ndaj çdo përmbajtjeje, veçanërisht në atë që u aservojnë influencerët ose të ashtu quajturit personalitete me ndikim. Realisht jetojmë në kohën e digitalizimit, edhe nuk mundet thjesht, teknologjia nuk është vetëm e dëmshme, ajo ka edhe përparësitë e atyre mirë, po mënyra se si e përdorim është ajo që e bën dallimin. Ku është parandalimi i problemi? Parandalimi është në kohën, koha duhet të kufizohet, do të thotë përgjegjësia është më e madhe tek prindërit, do të thotë koha duhet të jetë e kufizuar, edhe cilësia, çfarë ato do të thotë çfarë shohin fëmijët, sepse duhet të jemi të vetëdijshëm, sepse ne kur japim fëmijëve telefonin, ju japim qasje në një botë virtuale. Edhe në atë moment ajo bota virtuale ka qasje në psikologjinë e tyre. Defektologja Merita Jeti për televizionin Koha thot se përdorimi i tepërt i telefonave mund të ndikojë edhe në aspektin emocional dhe social të fëmijëve.
ata mund të izolohen, të kenë më pak kontakt me prindërit dhe shokët. Fëmijët që qëndrojnë gjatë para ekraneve nuk kanë vështirësi të fokusohen në mësim, ulet interesi ndaj librave dhe shpesh kanë rezultate më të ulta. Gjithashtu dëmtohet edhe kujtesa dhe aftësia për të menduar në mënyrë kritike. Së dyti, përdorimi i telefonit ndikon edhe në shëndetin fizik. Qëndrimi i gjatë para telefonit sjell lodhje të syve, probleme me shikimin, dhimbje të kokës, po ashtu edhe mungesa aktivitetit fizik, gjë që mund të çojë deri në mbi peshë, shkaku se fëmijët që ndrojnë gjatë në telefon më pak lëvizin dhe kanë më pak energji për lojra reale. Të fiksuar pas telefonave, telefon të mençur që nga klasa e 5, celularët miq apo armiq janë disa nga çështjet që shtrohen në përditshmërinë e fëmijëve tanë. Por ekspertët rekomandojnë se gjithçka nis nga shtëpia, duke vënë si prioritet angazhimin më të madh të prindërve. Por për klasa të qeta, nevojiten edhe shkolla pa telefona. Tashmë është ndezur alarmi, hulumtimi i lartë përmendur zbuloi edhe një trend tjetër shqetësues. Çdo gjenerat e re lexon gjithnjë e më dobët dhe fëmijët nuk dinë të formojnë qëndrimin e tyre.